nona jem shumë qika mi ka propozu mu, po unë vetë kumë gjithë nusën tem. Edhe më thonë nona jem, apo të pëlqen po, nëse menon ti që është e mirë, po, kom vetë normal rrethin, edhe dikon matë vjetër, edhe se për shembull nusën unë kam Prishtinës, unë jam i Prizreni. Edhe në Prishtinë nuk është që kemi pas shumë rreth, edhe kom gjithë njerëz për shembull që kanë një uri, e njohin si familje, me vetë pak rrethin, edhe kom marrë aprovimin e 2 familjeve që mujnë me vazhdu matutje, edhe sot jemi që 11 vite bashkë me nusën time për shembull, po e kemi përkrojën edhe mbështetjen e 2 familjeve për çka do që kemi nevojë. Kjo është e mira asaj kur merr menimet e familjeve, ma të vjetërve, sidomos prindërve, edhe i ki mrapa në çdo sens. Edhe kur del keq diçka, prap i ke mrapa. Nëse shkon kryen veti, llogarit që ki me u përball veç vetë. Ma ne me gjdo gjatë që vjen tanë. Jo, ti more shembullin tënë, ta shumë të e marrë shembullin tëmë. Unë i kam 2 djemë, të 2 janë të martumë. Edhe në asë njonin na nuk i kemi propozu, as nuk ja kemi gjithë nuset, i kanë gjithë vetë, edhe na kanë fëtu neve me një kafe, apo ju pëlqen? Po, apo të pëlqen ty? Po. Ja pash hajrin, në rregull jemi, edhe na jemi të lumtur, kur ata janë të lumtur. Asnjëherë se kum lodh kryt. Mos të shkon kjo, po të shkon ajo. Unë jam shumë e lumtur, pse ata janë të lumtur. Te 2 djemë, asnjënin na nuk kemi pas njohuri, janë këtë pjesëve tjera Kosovës, as nuk i kemi njoft kush janë. Njëna është se kjo zonja e lindun e rritun në Skandinavi, tjetra është e një rajonit krejt tjetër, edhe hiç s'kem pas njohuri. Kush janë tek janë? Këta janë pëlqy, kalojnë mirë, e kanë martesën e mirë, jetojnë vetë, jetojnë mirë, edhe na jemi shumë të lumtur kur ata janë të lumtur. Na vetëm pak mi po nervoz, ndoshta për diçka një tjetër, na thonë, mos ki diçka me nusën. Me njëherë brengosemi, se jo, mja... E kemi edhe bedin që po ka dëshirë. Jo, unë veç që jam prapë të që ti verbën dashuria, edhe unë A ti ka verbu syt në jare, dashuria bet? Po qëre në rrugë po jemi të në kuën, e në gjeti kanë verbuhesh, apo kupten? Qysh vish me po dikon qatë shpejt? Jo qatë shpejt, se sështë... A ka ndodhë do njerë një ndarje? Unë jam i martun, apo kupten? Mu më ka hecë ajo koha, do më thonë që unë e kumë zgjedhë, që ato po e kumë zgjedhë me dëshiren e familjes. Normalisht e dua edhe vetë, apo kupten. Edhe nuk jam unë në atë menimin që prindrit thojnë jo për kur gjo heqë, apo kupten. Din diçka të madhe për dhe sa të thojnë jo. Nuk është e vërtit. O, është e vërtet edhe shumë. Prinde, veç të në gjenë rrethën, a më ti kemi jetu me karakterin, edhe me atë djallin një shumë kundër den, se po thot, kur svendos përbashkë me familje, e kur dohesh jetë vetë. Jo, se një familje mirë, gjithë mund mbrun edhe e ki për krahi. Edhe ti, si prind, ti adon të mirën thmive, edhe thmija do të me vendos. Edhe nese dohet, që është ajo? Jo, po besoj Pauli e ka pas në atë aspektin që fëmiu vetë kur e din që e kanë kundështu nuk shkon me qa halë e dertë duke e ditur që mos me gjendu sepse ka qenë kundër, nështë se normalisht që familja është aty për...